Protagonistët e vërtet të romanit historik të shkrimtarit të mirënjohur francez André Malraux janë vdekja dhe vetmia. Historia e revolucionarëve kinez është konsideruar në vite ndër librat e shekullit. Gjendja njerëzore e shkrimtarit dhe politikanit André Malraux, ish ministër i kulturës në qeverinë de Gaulle, nuk është vetëm fituesi i çmimit Goncourt në vitin 1933, por një rrëfim që shpesh është shndruar edhe në prodhime kinematografike. I sjell për herë të parë në Shqip nga Mantia Capo, edhe pse i publikuar vite më parë kudo në botë. Gjendja njerëzore ka përshkrime dhe personazhe autentike që kanë të bëjnë me rezistencën, e cila në një farë mënyrë lidhet drejt për drejt me autorin që ka qenë protagonist, jo vetëm në 2 luftrat botërore, por edhe në luftën e Spanjës. Është një nga librat më të njohur të shkrimtarit André Malraux, madje kur është botuar, ky libër fitoi menjëherë çmimin Goncourt, që është çmimi më i rëndësishëm i letërsisë franceze. Mund të konsiderohet si Nobeli, po për letërsinë franceze. Gjendja njerëzore ka si skenë kurengritjen e Shangajit në vitin 1927 dhe gjithashtu edhe flet, do të thënë, për përgatitjen e kësaj kurengritje, për ndërthurjet politike, për lojrat politike, ideologjike që ishin në atë kohë dhe se si më në fund mbas aleancave të krijuara pikërisht për këtë lojë politike, është roman historik që flet për një periudhë të caktuar dhe rëndësia e këtij libri ishte sepse në atë kohë Azia e Largët dhe për më shumë Indokina shihej si një koloni e Francës dhe nuk njihej si gjë tjetër përveç se një shfrytëzimi kolonial. Dhe Malraux, duke qenë se ka jetuar për vite me radhë në atë kohë në Azi dhe në Shangaj, e njihte mirë si zonën, po edhe historinë. Kështu që është një roman historik, në qoftë se do thënë lexuesi do dojë të kuptojë një çik se si në fillimin e shekullit kur në Evropë erdhi Hitleri dhe nazizmi po fitonte pak nga pak një pjesë të Evropës, në Azi njëkohësisht ishte fundi i periudhës koloniale dhe ardhja në fuqi e komunistëve, duke filluar nga Chiang Kai-sheku në fillim dhe pastaj në të njëjtën kohë pak nga pak Mao, që në vitin 34 fillon marshimin e tij të madh. Prandaj arrin, do të thënë, që të na japi një kuadër të qartë të historisë, do të thënë, të asaj kohe, që është shumë interesante interesante sepse në fillim të shekullit, vitet 20-30, janë të njohura shumë pak nga lexuesit, sepse më shumë e njohur është lufta e dytë botërore dhe është shkruar shumë. Nëse nga kjo anë është shumë interesante. Një, nga kuadri historik dhe dy, nga vendodhja e këtij romani, do të thënë që flet për Azinë e Largët. Nga ana tjetër, ky roman është interesant sepse mund të quhet edhe, përveç romanit historik, mund të quhet edhe një roman filozofik. Sepse Malraux ka dashur, do të thënë, përveç historisë të japi edhe gjendjen shpirtërore të personazheve të tij. Është futur në thellësitë të personazheve duke i përshkruar, duke dhënë të gjithë luftrat e brendshme që mund të kenë që ka njeriu në jetën e përditshme. Dhe një nga temat më të rëndësishme është vetmia. Personazhet e romanit që në fillim dhe deri në fund
jetojnë me këtë vetmi, që është një vetmi e pashmangshme, një vetmi primitive do thoja gjithashtu, dhe mundohen që t'i japin një zgjidhje kësaj vetmie në mënyra të ndryshme. Një temë tjetër është edhe vdekja, pashmangshmëria e vdekjes, dhe se secili nga këta personazhe e sheh veten para vdekjes. Dhe si thash, do thënë, të gjitha personazhe kanë këndvështrime të ndryshme ndaj këtyre dy temave. Dhe mundohen që të Malroja nëpërmjet personazheve arrin të japi se si mund t'i zgjidhin këto problematika. Ai ka zgjedhur dy mënyra. Është mënyra e mohimit të realitetit, duke gjendur, duke u strukur, duke u fshehur pas diçkaje që nuk ekziston, mund të jetë meditimi, mund të jetë opiumi, mund të jetë gënjeshtrat, mund të jetë alkooli, bixhozi, do të thënë jep shumë mënyra. Nga ana tjetër, disa personazhe dhe një nga personazhet kryesor të librit që gjendet nga fillimi edhe që është një nga organizatorët e kryengritjes së Shangajit, së bashku me shokët e tij, gjejnë këto përgjigje duke u bashkuar pikërisht në këtë ideal, duke i dhënë jetë idealeve të tyre, dhe njëkohësisht duke zgjedhur edhe fundin e tyre. Njëri zgjedh nëpërmjet vetvrasjes, tjetri e zgjedh duke i dhënë mundësinë dy shokëve të vet që të bëjnë vetvrasje dhe mohon veten e vet përpara shokëve të tij. Kështu që është një libër që ka një ndërthurje ndjenjash shumë të forta. Duke treguar për librin për një autor kaq të rëndësishëm si Malro, fituesi i një çmimi kaq të rëndësishëm, sigurisht ndërthurja këtyre ndjesive të ndryshme që përcillen në mënyrë mjaft filozofike mund të lidhen edhe mirë me realitetin e sotëm shqiptar, edhe pse është një roman historik i një periudhe të largët, por që ditëve të sotme ju ngjit bukur dhe mirë. Mendoj se po, sepse si thash, megjithse baza, skena është historike, të gjitha tematikat që Malroja trajton nëpërmjet personazheve janë tematika që hasim të gjithë në ditët e përditshme. Kështu që është një libër që nuk mund ta mbyllësh pa menduar, pa medituar mbasi e ke lexuar, sepse nëpërmjet personazheve mundohet të japi përgjigje të ndryshme për problematikat. Mund mos të jenë problematika aktuale, po flasim për meditimin, për mendimet, për një mendim filozofik, nga kjo anë, nga këto pyetje që secili mund t'i bëj vetes, jepen rrugë të ndryshme. Malro vjen për herë të parë për lexuesin shqiptar në logon e shtëpisë botuese Toena. Përkthyesja premton se ky nuk do të jetë romani i fundit i shqipëruar nga ky autor. Mund të them se Malroja është tamam fëmia e shekullit të tij, ka lindur me shekullin, ka përjetuar të gjitha këto ngjarje madhore të shekullit, dhe është e vërtet që librat e tij në fillim, si Gjendja njerëzore dhe Shpresa, që janë shkruar 1937, domethënë që janë shumë afër me njëri tjetrin, tregojnë angazhimin e Malros, jo angazhimin të Malros vetëm si shkrimtar, po edhe angazhimin e Malros si intelektual dhe njeri e aksionit gjithashtu. Kështu që për mua Malroja është njeri që ka jetuar dhe ka përjetuar, madje është edhe është hedhur në aksion në këto ngjarje madhore të shekullit të 20. Shtëpia botuese e botimet shqiptare silli në gjuhën shqipe botimin e shkrimtarit britanik John Halliday, shqiptari dinak Enver Hoxha. Shkrimtari shfaq figurën e diktatorit Hoxha në një trajektore të re. Në rreshtat e librit Halliday tregon, Enver Hoxha sundoi me dorë të hekur për gati gjysmë shekulli jetën politike shqiptare. Ky libër është një analizë serioze e figurës komplekse të Enver Hoxhës në momentet më kyçe dhe tronditëse të marrëdhënieve me drejtuesit më të fuqishëm të botës komuniste dhe më gjerë. Libri Shqiptarit dinak i shkruar për figurën e Enver Hoxhës vjen nga studiuesi dhe historiani anglez John Halliday. Ky libër është shkruar në vitin 1986 dhe për herë të parë është botuar në Angli. Është shkruar një vit pas vdekjes së diktatorit shqiptar Enver Hoxha
është një analizë serioze e figurës komplekse të Enver Hoxhës në marrëdhëniet me drejtuesit më të fuqishëm të botës perëndimore dhe të botës lindore. Do të thoja ky libër, ndryshe nga librat e tjerë që janë botuar deri tani për Enver Hoxhën, që me thënë të drejtën janë të pak, është një libër do të thoja jo libër që mban anë, është një libër i paanshëm, tejet korrekt, i shkruar me objektivitet. Do me thënë në këtë libër nuk mbahet as qëndrim denigrues, por as glorifikues për figurën e Enver Hoxhës, mbahet një qëndrim objektiv. Dhe siç e thash, autori është nisur nga burime të shumta që ai ka studiuar për Enver Hoxhën, nga dëshmitar okular apo bashkëkohët e Enver Hoxhës që patën direkt marrëdhënie me të, ai ka marrë një sër intervistash dhe ka pyetur mjaft rreth këtyre figurave pa që kanë patur marrëdhënie me Enver Hoxhën, ndër të cilët kanë qenë edhe antarët e misionit amerikan në Shqipëri dhe të sidomos atit angles të SOE-s. Libër objektiv, pra siç e thash se ky studiues është i huaj, nuk ka mbajtur ka qenë i paanshëm në studimin e kësaj vepre, në bërjen e kësaj vepre. Dhe them, duke mos qenë shqiptar, ky ka mbajtur një qëndrim që do të thoya është i paanshëm dhe objektiv. Të vërteta që thuhen për herë të parë, dëshmia autentike të njerëzve që përjetuan deri në minutën e fundit agoninë politike dhe ushtarake të demagogut më të madh që ka parë bota deri më sot. Çfarë ndodhi me të vërtetë në bunkerin e Berlinit, në atë katakomb tragjik, ku Hitleri kaloi vitet e fundit të jetës? Ngjarjet përshkruhen në mënyrë perfekte në librin Bunker të autorit James Donnell, të sjell nga shtëpia botuese Bota Shqiptare. Bunkeri përshkruan ditët e fundit të Hitlerit dhe të enturazhit të tij. Jo vetëm, domethënë është një periudhë rreth 3 mujore, që nga momenti që Hitleri vendosi të rinë në bunkerin e Berlinit deri në momentet e fundit të jetës së tij. Ktu përshkruhet jo vetëm çmenduria e ditëve të fundit të Hitlerit deri në fundin e tij, pa deri në vetvrasje, por edhe gjithë grupit që e rrethonte. Ky libër është, do të thoja, mjaft i mirë, mjaft i dokumentuar sepse dy autorët, James O'Donnell dhe Uwe Bansen, në këtë libër kanë intervjuar personazhe real, ata që i ndetën Hitlerit në momentet e fundit, domethënë duke nisur që nga ministra, general deri te recepcionistët, sekretarët dhe persona të tjerë. Kurse librat e tjerë që janë shkruar, biografitë e tjera për Hitlerin janë shkruar menjëherë pas vdekjes së tij. Por siç dihet, një pjesë e madhe këtyre personave u arrestuan, një pjesë nga forcat anglo-amerikane, një pjesë nga forcat ruse. Dhe këta dy autor pritën që këta njerëz të dilnin nga burgu dhe të intervistonin drejt për së drejti që të merrin dëshmi sa më autentike të vërteta. Tregon fakte mjaft reale të vërteta dhe autentike që nuk janë njohur më parë nga publiku. Siç dihet, kohët e fundit në Angli doli dhe një botim tjetër i cili idhte dyshime ose mos ka ludonte që Hitleri ka qenë gjallë mas luftës, nuk vrau veten, por shkoi në Argjentinë. Ndërkohë që ky libër thotë krejt të kundërtën, Hitleri u vrasë, sepse gjithmonë ka patur një dilemë, domethënë midis studiosëve, po themi dhe atyre që u morën me jetën e Hitlerit, që Hitleri vërtet vrau veten apo u fsheh dhe ka qenë dikush tjetër ai që u doq pastaj nga trupi që u doq nga ushtarët. Romani Hotel Grand me autor shkrimtarin kroat Renato Baretic vlerësohet si një roman tronditës për rritjen e fëmijës në një familje të tillë, një satirë e ashpër, një histori ku nën pecetat e kuzhinës fshihet revolveri. Njëkohësisht, është një vepër inteligjente dhe interesante për letërsinë, për statusin e fiction dhe virtualitetin. Në gjysmën e parë të viteve 90 të shekullit të 20, Hotel Grand ishte qerë dhe prostitucioni, duke u rritur në këtë mjedis. Pra nënës dhe babaj që merreshin me këtë biznes, por që gjithashtu dëshironin të mbeteshin një familje rregull qytetare. Filip merr njohurit e para për seksin dhe tërheqjen seksuale, e njëkohësisht me to edhe për lidhjet e errta midis krimit dhe politikës, për raportet e tyre të ngatëruara. Një nga dy eset më të vlerësuara nga krijimtaria e larmishme e autorit britanik Aldous Huxley, ku trajtohen efektet e drogave në perceptimin e botës. Nëse arti është një lojë për fillestarët për të sulmuar dyert e pafundësisë, droga, dhe këtë e thot Huxley, që ka qenë përdoruesi i tyre, mbërrin pa dëm të fshi ato dyer. Efekti këtyre shkrimeve është i ndjeshëm në pikun e kulturës botërore. Mes librave të rinj të javës publikohet edhe Stalinizëm për çdo stin, një histori politike e komunizmit rumun nga Vladimir Tismaneanu, një libër kushtuar historisë politike të komunizmit.
Autori dëshiron të hedhë dritë mbi madhështinë dhe mjerimin e romantizmit revolucionar të shekullit të 20, një kronik dedikuar utopisë komuniste. Po nga letërsia ballkanike vjen në shqip libri Një hambar i shkrimtarit kroat Vladimir Arsemejevic, një roman prekës dhe shumë personal. Arsemejevic është cilësuar si një shkrimtar i ndjeshëm, elokuent në hapësirën e një vendi që ka globalizuar tashmë edhe zemrën.